protest me pjesëmarrjen tuaj, me qëndresën tuaj dhe me zërin tuaj. Keni bërë të dëgjohet zëri i shumicës absolute të shqiptarëve që ka një mesazh të qartë, të prerë e të parevokueshëm Ramaik. Qëndresa dhe beteja jon po hap një horizont të ri shprese për çdo shqiptar, për çdo burr dhe grua që don të ndërtoj këtu të ardhmen e tij dhe të saj, don të ndërtoj dhe të projektoj këtu një të ardhme europiane për voglushët shqiptar, për fëmijët e shqiptarëve, për shpresën e të ardhmes, për cilën sakrifica një jetë e tërë nuk mund e nuk duhet shkoj dëm për shkak të një bande hajdutësh që ka marrë peng vendin. E pra, orët e kësaj bande po numërohen mbrapsht me çdo bashkim të jashtëzakonshëm proteste si ky i sotmi. Kush nuk e ka dëgjuar nga hipokritët e kojtur me paratë e narkokriministrit, le ta dëgjoj. Kush nuk e ka kuptuar, le ta kuptoj mirë dhe qartë. Zgjedhje me Edi Ramën nuk do të ketë. Pakt me Maduron e Ballkanit nuk do të ketë. Kjo betejë ka nisur për çdo shqiptar, ka nisur për të çliruar Shqipërinë nga qeveria e krimit dhe e korrupsionit më të thellë që ka njohur Shqipëria në 30 vite. Kjo qëndresë ka nisur për t'i kthyer qeverisjen çdo shqiptari dhe nuk do të ndalet derisa ta bëj realitet. Askush në këtë protest, askush në këtë kryengritje demokratike popullore nuk është këtu për karrike, për pushtet e aq më pak për pazare, por për t'i dhënë fund një herë mirë pazareve në kurriz të popullit, pazareve në kurriz të qytetarëve, pazareve në kurriz të demokracisë, pazareve në kurriz të lirisë. I vetmi pazar që ka mbetur në Tiranë është pazari Gjës Gjallë, kopja më shëmtuar e pazarit Milotit, që po e merr përpara vala e papërmbajtshme e revoltës së shqiptarëve të bashkuar. Shpresa i ka hapur krahët e saj e po mbulon anë kënd vendin tonë. Shpresa për një ndryshim të vërtet fillon me largimin e bandës hajdutëve dhe krye hajdutit Edi Rama, por nuk mbaron aty. Të gjithë ne i kemi një borxh të madh Shqipërisë. Të gjithë i kemi borxh ta çlirojmë nga gjitha të këqijat që e kanë marrë peng shpesh herë këtë vend në 30 vite. Ndaj, zotohem sot para jush, bashkëqytetarët e mi, vëllezër dhe motra të sakrificës, njerëz që ngrinin mëngjes herët për t'u bashkuar protestës, e largoheni shpesh herë me buzë të thara dhe të pangrën, por me zemrën plot me shpresë dhe vendosmëri, se nuk ka forcë mbi tokë t'ju traftoj ju, ta traftoj këtë lëvizje
për liri dhe demokraci të standardeve europiane, se do bëhet realitet verdikti juaj për Shqipërinë si gjithë Europa. Me ju në shi e në diell, me ju në mëngjes, në agim, në muzikë dhe në darkë, në këmbë, në mashim, në përballje, në përplasje, do t'jem gjithmonë unë dhe Partia Demokratike, Opozita e Bashkuar. Ne që kur nuk në braktisët në betejat tona jetike për demokracinë, nuk do t'ju praktisim në ëndrrën tuaj më të bukur që fëmijët e shqiptarëve të gëzojnë demokracinë europiane, lirinë europiane, mirëqenien europiane, këtu në Shqipëri dhe jo si refugjat të larguar nga vendi. Kjo është beteja për cilën luftojmë. Kjo është beteja për cilën çohemi çdo mëngjes dhe do të vazhdojmë betejën deri në fitore, deri në çlirimin e Shqipërisë nga grushti i shtetit që i ka dhënë fund institucioneve demokratike, ka shkatruar parlamentin, ka zgjesuar drejtësinë, ka kapur dhe ka bler ekranet kryesore të medjave, të cilat për faqen e tyre të zezë me parat e narkotrafikut kanë braktisur interesin publik. Minjoje për gazetarët, tur për pronarët oligarkë medjave. Dhe ndjes në emër të Partisë Demokratike për ata që u bën milioner në pushtetin tonë, mbi djeshën, gjakun dhe sakrificën tuaj dhe shqiptarëve të ndershëm. Ora e drejtësisë po afron. Në këtë orë ne e dim se betejën që bashkë kemi nisur do ta përfundojmë bashkë. Por, bregu i lirisë dhe i demokracisë, ku do të dalë kjo anije kombëtare e shpresës, nuk mund të pranojë më kurrë gabimet e të kaluarës. Duhet i kthej pasimet në mësime, për këtë zotojmë sot para Zotit dhe para jush, misionarëve të lirisë e demokracisë. I gjithë populli, të gjithë shqiptarët e bashkuar ka një qëllim, Shqipërinë si gjithë Europa. Opozitar, mbështetës partive të opozitës, Partisë Demokratike dhe të aleatëve tanë, socialist të zhgënjyer, të tradhtuar, ngrijeni kokën, bashkohuni me këtë lumë drite dhe shprese një ditë e re, po agon për Shqipërinë. Shqipëria do të ketë një të ardhme, dhe ardhme nuk do tjetë e Edi Ramës, nuk do tjetë e narkotrafikante përdurues, nuk do tjetë e oligarke graviçar dhe mashtrues, do tjetë e ardhmja e shqiptarve të thjesht dhe të ndershëm, do tjetë e ardhmja juaj e Shqipërisë Europiane. Zoti e bekov Shqipërinë, Zoti e bekov betejën tonë drejt, për liri, për demokraci, për Shqipëri si gjithë Europa. Përbashkuar me një lëshim